Faleminderit. Ju bëft mirë. Diçka tjetër dëshironi? Jo, faleminderit. Ju bëft mirë. Faleminderit. Faleminderit. Mercan. Gülayşe erdhi. Ajo erdhi tek ne. Mirë se erdhe. Gülayşe? Shpirti motrës, nëse ke uri, do të gatuaj sa po klientët të largohen. Barbari do të më çojë tek një mik i tij sot. Unë do të qëndroj aty sonte. Erdha këtu për të marrë vëlla Sabitin. Pra Gülayşe zgjodhi zose rrugës. Gülayşe të zgjodhi vetëm ty tani për tani vëlla Sabit. Hajde ti hip në makinë, do të marr disa gjëra dhe do të kthehem. Hajde. Mercan, ti shko të flasësh me Gülayşe, ne do kujdesemi këtu. Po merr gjërat vetëm për një natë, apo jo, motër? Gülayşe? Gülayşe? Ne nuk kemi të huaj, motër. Ne jemi familje. Ti e zemruar me ne tani, por ne do ta rregullojmë këtë. Do të na zgjedhësh neve, apo jo? Ju ma keni fshirë babain tim nga unë. Ne ishim fëmijë, motër. Ndoshta për mua ishte një lojë nën bie që nuk kam mundur ta luaj kurrë më parë. Ndoshta unë nuk e shijova jetën më nënën time. Doja që ti ta shijoje. Ne nuk kishim familje. S'donim që edhe ti të mbetesh pa familje. Ndoshta në këtë botë të ndyrë dhe të egër, ti erdhe si një dhuratë për ne. Nuk donim të të humnim.
kemi bërë një gabim, por ne nuk jemi aq normal, Gülayşe. Ne donim të t'jipnin atë që jeta na ka privuar neve. Një familje plot dashuri. Gülayşe, mos ja kthe shpinën dashurisë son, motor, të lutem. Motorë nuk mund t'i mbledh mendimet e mia. Nuk mund të mendoj mirë tani. As nuk mund të mendoj fare. A është ende duke ecur? Ai nuk u ndal fare. Vëlla? Barbarosi thiri. Dhe? A do ta sjell vajzën? Jo, po e qon atë tek një mik i tij. Ai tha se ajo do të mendonte për një zgjidhje. Dhe do të na informonte nesër në mëngjes. Unë a kam vuajtur pak për 23 vjet duke pritur këtë vendim? Thire dhe thuaj ta sjell vajzën time. Çfarë do që ajo të mendojë, le të vendos pranë meje. Vëlla, vajza nuk dëshiron të vi këtu. Ajo nuk dëshiron të nxitoj mes dy paleve. Cilat anë, Haxher? Cilat anë? Nuk ka dy anë. Ka vetëm një anë. Një anë. Por në atë anë është një xhaxha që i ka bërë të keqen. E bukur e ime. Shpirti im. Hyma? Hyma? Vajza ime. Ngrije kokën. Ngrije. Për 23 vjet ti më ndihmoje ta përballoja mallin që kisha për vajzën time. Tani është radha ime të të ndihmoj. Do të marr vajzën time. Në të majtën time do t'jetë Lara dhe në të djathtën do t'jesh ti. Do t'ju përgdheli të dyve. As papa i yti krisur, as zështë e rrugës nuk do të mund të na ndajnë më. E le të shkojmë. Ajo do të shkojë në polici kur të zgjohet, e di këtë apo jo? Pra ajo do të qëndroj atje. Çfarë të bëjmë, Menderes? A ta mbajmë atje për gjithmonë? Duhet të bëjmë diçka. Suati. Duhet ta gjejmë Suatin. Ai duhet i shpjegoj asaj se nëse kemi mbaruar ne do të marr fund edhe ai. Suati mund të ketë vdekur tani. Çfarë? Çfarë bëre ti? Çfarë do të thuash, Nas? Ashtu si ti që u çmendi kur ajo gruaja na kërcënoi sot, kështu u ndjeva unë në ditën kur Suati na kërcënoi. Dërgova njerëzit e mi pas ti për ta vrarë. Dhe? Nuk mund t'i arrijë njerëzit e mi.
ata nuk po u përgjigjen thirrjeve të mia, nga fakti që Suati nuk gjendet askund. Çfarë kemi bërë ne? Po fundosemi gjithmonë më thellë. E dashura ime, jeta ime, nuk le të bëhesh më keq, mos u shqetëso. Jeni fundosur tani. Por nuk jeni në djeni. Alo Brenda. Ti dhe një deklarat. Po, e bëra. Çfarë u the atyre? Ti e di që mua nuk më pëlqen që të gënjej. Po si mund të mos e di? Pra e spionove mbesën. Unë nuk jam si buri yt naz, s'do ta trahtoj mbesën time. Qetësohu Menderes, qetësohu! Ç'ndodhi, çfarë ka ndodhur? Është e qartë se ai dha dëshmi të rreme. Tha se nuk e bën këtë, qëllimisht po të nervozon ty. Apo jo, Daj? Jo, nuk kam dhënë dëshmi të rreme. Por mund të mbaj disa detaje për vete. Çfarë i the prokurorit? U thash atyre që Menderes e ju boglu ma shiti mbesën e ti, por nuk e gjeti do të fëmijën në plehra që ai hodhi. Prokuroria ishte një grua e zgjuar, me njëherë pyeti, a mund t'jetë gruaja e ti që e hodhi fëmijën në plehra? I thash që nuk e di. Pra i thash se duhet të jetë Menderesi ai i cili e vodhi foshnjën nga djepi dhe e hodhi. Pra as Shirini nuk e tradhtove, ha? Si mund të tradhtoj nënën e djalit tim, zotëri Menderes, ha? Ti aja vure gjithë fajin burrit tim? Po pra, kjo është ajo që bëra. Po pra. Vrasja e Nerminit është gjithashtu mbi ty sa për djeni. Vrasja e Nerminit që ti u përpoqje të më fajsosh mua. E do të vras. Në vend që të më vrasësh më mirë më falemndero, sepse unë e shpëtova Suatin nga njerëzit tu. Për ndryshe po të mos isha unë, edhe ajo vrasje do t'ishte mbi ty. Ti pra e shpëtove Suatin? Po, e shpëtova. Pse jeni kaq të lumtur për këtë? A nuk u përpoqje ta vrisje këtë njeri? Gjërat kanë ndryshuar pak. Ne kemi nevojë që ai të frenoj gruan e tij. Ku është ai tani? Mos u mërzite, çova në një vend shumë të sigurt. Ku e dërgove? E dërgova në duart e mëshirshme të Barbarosit. Mos u mundo më kur të luash me vetë djallin, a kuptove? Nuk unë dëshkova as për krimet e mia unë. Dhe nuk do të paguaj për krimet që nuk i kam bërë, a më kuptuat? Definitivisht nuk do të dënohem. Nëse s'ke që të thua, shihemi në gjykat. Do të shohim nëse do të shihemi përsëri në gjykat, por një dije, në funeralin e djalit tënd, po. Daj! Unë mendoj se të shohim funeralin tënd së pari. Fol tani më thuaj, a ke vëndi kë pas djalit tim, ha? A i vure qënte tu pas djalit tim, fol tani, fol! Unë e bëra, i kam vënd. Hajde, shko dhe përpi që të shpëtosh djalin. Mos e bëj! Daj! Këtu është. Ngylaj sheprit pak, do të flas në telefon dhe do të vi. Alo? Ku je? Nuk është puna jote, çfarë dëshiron? Aliu dhe të tjerët janë në vend, çoje Dimën atje. Nezër do të merremi me Dimën, së pari kemi diçka tjetër. Çatall, çfarë ndodhi tani? Nuk do të na japësh fëmijën? Mos fillo me atë fëmijë tani, më dëgjoj çfarë do të them, më dëgjoj të lutem. Dikush po të ndjek, kupton? I thash edhe prokurorit, po mundoj të zbuloj se kush janë. Mirë, mbylle. Të paktën mund të më falemnderoje. Njerëzit po thuaj se patën një atak në zemër nga frika kur la pa neve. Shef.
Ju bëftë mirë, bura. Ku po shkon, man? Eja këtu, eja. Eja, Nafis zogu i vjetër, eja. Ti e ty po të kërkonim. Pse më shikon, Nafis? Kush e sugjeroi vrasjen e komisarit Barbar dhe kush merret me ta? Ha? A ka ndonjë grua miku ju apo ndonjë gjë të mos e shqetësoj me atë? Gruaja e mikut tim. Hajde, ec. Eja. Çfarë ka? Eni. Hajde hyr. Eja Sabit. Nëse hyni me këpuc, mund të vesh një galoshë. Unë mund t'i heq ato. Mirë, do të sjell pantofla. Ajo është e varur nga pastrimi, prandaj. Faleminderit. Unë jam Gylajshe me qëra fjalla, më vjen mirë që të njohë. Sare. Dhe ky vëlla im, Sabiti. Sabitit nuk i pëlqen shtrëngimet e duarve. Mirë, as mua nuk pëlqen. Hajde ejani brenda, urdhroni. Ejani. Eja Sabit. Hyr. Ajo nuk është e huaj. Hyr. Urdhroni, uluni. Ullu, vëlla Sabit. Ullu. Pra, si jeni? Mirë jemi. Në vjen keq që të shqetësuam pra edhe ty tani. Jo, shpirt. As që bëhet fjalë. Unë përvrova pak çaj. Ju pushoni, ndjehuni të lirë. Ti Barbar, eja të më ndihmosh nëse dëshiron. Eja. Kthehemi një herë. Dashuria është më e fortë apo dashuria vllazërore? Nuk e di. Dashuria vllazërore është e butë. Dashuria është e thellë. Dashuria vllazërore është besnike. Nëse dashuria është plot dyshime. Dashuria vllazërore të sjell paqe, ndërsa dashuria të bën një person të shqetësuar. Atëherë dashuria është e thellë, e dyshimt dhe e paqëndrueshme, jo paqësore. Jo paqësore. Sare është e dyshimt si dashuria. Si çfarë dhe? Ti më the? Dashuria është e dyshimt. Sare është e dyshimt si dashuria. Tani edhe unë nuk jam e qetë këtu vëlla Sabit. Çaji ishte një justifikim apo jo pse mori Barbarin në kuzhinë ajo? Dashuria është e dyshimt. Nuk mund t'i jesh pak më njerëzore, apo jo? Mos fillo me njerëzimin tani, Barbar, për hir të Zotit. Unë po merrem me dosjen e kësaj vajze? Pse po e sjell këtu, djalë? Pse po e afron atë shumë me mua? O Zoti i madh, ne a nuk folëm telefon bashk? Gylajshe duhet të mendoj qartë. Ajo nuk e di se cilin të zgjedh midis zogjve të zjarrit dhe babait të saj. Dhe çfarë të bëja kur Menderesi më vuri njerëzit e tij pas? Të shkoja në një hotel me të, duke u endur nëpër rrugë?
Çfarë do të ndodh nëse ata qellojnë Gylajshen? Ha? Të ulemi ta presim këtë gjë? Ej, më shiko mos e ngrit zërin tek unë. Komisar, e solle edhe vëllain e saj këtu. Ky person është në listën time të dëshmitarëve. Na mungojnë vetëm vëllezërit e saj tani ti sjellësh këtu. Nuk mund ta lije prokuroren Sare në gjykat, apo jo? Ti u largove, a nuk mjafton kjo? Pyes vetëm se çfarë do të thotë shefi yt kur të marr vesh që ke sjell në shtëpinë e saj njerëz për çështjen e prokurorës? Sare, shiko mos përdor pozicionin tënd, se do të thyej zemrën dhe trajtoje Gylajshen normalisht. Bosqesh pak. Ta mirë be. Merre. Bosqesh pak. Hajde. Urdhëroni. Dëshironi sheqer? Jo. Faleminderit. Ti a je martuar? Jo, Zoti na ruaj. Nuk jam aq e zgjuar, po fal Zotit nuk jam as e çmendur, besoj. E Barbari nuk foli kur për ty prandaj. Pra, nuk e dija nëse je e martuar apo jo. Madje aq shumë që nuk të ka përmendur ty, i thash jashtë se nuk duam ta shqetësojmë gruan e mikut të tij, pra. Është shumë qesharake. Po, je shumë qesharake, Gylajshe. Ti me të vërtet nuk e njeh as pak Barbarin. Ai nuk të foli për mua, sepse zotëria nuk e ka zakon të tregoj. Asnjë gjë. Pra, ti e njeh zotrin shumë më mirë se unë. Zotrin. E si u bët ju miq me njëri tjetrin nga shkolla? Jo, moj, kjo është më e vogël se unë. Ti vet je ai. Me 100 herë kam thënë mos më quaj kështu. Sara është e egër. Çfarë thua, mëre? Gylajshe, Sara është e dashuruar. Çfarë the? Çfarë, Sara, çfarë? Sara është e shqetësuar, e dyshimt, Sara është e dashuruar. Valla Sabit, kjo nuk është tema jon tani, pra të gjithë janë përgjegjës për jetën dhe dashurinë e tyre? Çfarë jete? Ti nuk më the se dashuria është personale? Nuk e bëre? Gylajshe më tha dashuria është shqetësuese, dashuria është e dyshimt dhe dashuria është mizore. Pra, është shumë mizore. Sa mizore mund t'jetë kjo gjë për zonjën Gylajshe? Unë, kur të iki nga këtu, do të tregoj ty se sa mizore është. Përgjigj e Zotit, Barbar. Shiko se në çfarë më ke futur. Sabitim, dashuria është edhe shumë xheloze. Madje shumë xheloze. Përse duhet jem xheloze unë? Përse duhet jem për të? Çfarë më duhet mua, çfarë ka mes teje dhe Sares? E bukura ime. Çfarë mund të ketë mes meje dhe Sares? Unë jam vllai i saj i madh. Çfarë do të thuash tani me këtë? Sare është motra e vllait mete. Përshëndetje. Ja pra. Si tani? Po, ajo është motra e metes dhe njëkohësisht prokurore. A prokuror është? Po. Ajo po merret me rastin tënd të rrëmbimit. Ju tani më e njihni vllain tim, nuk ka nevojë ta prezantoj. Hir vëlla dhe ti, ulu pranë njeriu të dashur. Njëri dashur? Ha, mos më pyet fare. Me siguri do çaj apo jo? Po dua për bes. Pse buzëqesh ashtu? Do ta godas tani me një grush dhe do të ngri në vend prandaj. O, Gylajshe, dashuria është mizore? Vëlla Sabit më vjen turp tani më. Do të qëndrosh këtu sonte,
Po, vëlla me te. Më duhet të marrë një vendim të vështirë deri në mëngjes nesër. Nëse do eja të ta tregoj dhomën tënde. Dhe ti do të flesh këtu me Barbarin, njeriu në dashurisë. Sabiti është i shqetësuar. Sabiti është i dashuruar. Po çfarë po flet mordja? Njeriu i dashuruar. Mund të flesh këtu. Ti kalo, unë do të kthehem më njëherë. Çarçafët janë të pastra. Kam vënë edhe pijame këtu. Mund të dalësh në balkon nëse ke nevojë për ajër të pastër. Mund të kalosh ende nëpër kuzhi. Shumë faleminderit, me të vërtet. Zgjidhe babain tënd. Unë do t'i fus në burg vëllezërit e tu për të mirën tënde, sepse ata të mbajtën të fshehur nga familja jote me mashtrim. Ata nuk do t'jenë të mirë për ty. Kështu, merre këtë njeri të dashurisë dhe shko tek babai. Shpëtoj jetën tënde. Vlali, unë nuk mund të pres deri në mëngjes. Më mirë të eci pak. Merjan, a je mirë? Do të që të dalim pak jashtë? Nuk do dalë. Po përpiqem të mposhtë frikën time. Frikën e vetëmisë, derisa përpiqem edhe të marr frymë. Ti nuk do t'jesh vetëm. S'ke për të qenë vetëm. Nuk do t'jem. Nëse ky lajsh që sjellë baban e saj, ajo do të marrë Sabitin me vete. Do të largohesh dhe ti do të shkosh në burg. Do t'jem vetëm në këtë shtëpi të madhe. Çfarë ndodhi me duart e tua? Asgjë. Edhe unë përpoj që të mposhtja frikën se çfarë do ndodhte me Gylashe. A e kupton? A më poshtë ato? Jo.
A mendon se ajo mund të na fal? Nuk e di. Pse duhet të na false? Unë e fsheha nga ti në pallatin e Jupollu. Ti nuk më fale mua. Ni fshehëm babain Gylajshës për gjithë këto vite. Si mund na fal ajo? Si mund na fal ajo? A vërtet mendon se nuk të kam falur? Më ke falur? Merjan. Si mund të adorojmë nëse vërtet ajo nuk na fal? Bilmem feleğe neyledim. Felek beni adım adım kovaladı, yaralandım. Bilmem feleğe neyledim, ömrüm sana doyamadım. Bilmem feleğe neyledim. Felek beni adım adım kovaladı, yaralandım. Bilmem feleğe neyledim, ömrüm sana doyamadım. Felek beni adım adım kovaladı, yaralandım. Bilmem feleğe neyledim, ömrüm sana doyamadım.